çështje. Një lule e blerë, por që do të thotë shumë, sepse paratë e dhëna do të shkojnë në ndihmë të familjeve skamnore. Iniciativë kjo e nisur nga Shkumbin Bezeraj. Mjetët që do t'i mbledh nga shitja këtyre luleve do t'i ndaj për 25 familje nevojtare nga komuna e Gjakovës, në vlerë prej 50 euro për secilën. Qëllimi është thjesht një investim familjar për të solidarizuar me disa familje skamnore. Qëllimi i këtyre familje ka qenë rreth 50 familje, po më lindi thjesht një ide që të investojnë në disa lule, të përfitojnë pak më shumë dhe së paku të arrihet një shifër 200 familje në Kosovë, në disa komune të Kosovës. Ky aktivitet bamirës filloi sot, ndërsa do të vazhdojë për 10 ditë në qytete të ndryshme të vendit dhe do të përmbyllet në Prishtinë, thot ai. Në Gjakovë janë përzgjedhur dikun 25 familje. Do të ndihmojnë me gjana ushqimore, do të ketë miell, vaj, qumsht, makarona, oriz, fasol, sallama, pashteta e gjitha këto. Çka ju duhen një familje? Përmes kësaj iniciative ai synon që të ndihmojë rreth 200 familje nevojtare në të gjithë vendin. Ndërsa për të gjitha shpenzimet është përkujdesur vullnetarisht bashkë me familjen e tij, vetëm që t'ju lehtësoj gjendjen paksa këtyre familjeve.